se i përket sigurisë dhe stabilitetit në lindjet e mesme për shkak të potencialitetit për përshkallëzim të madh ndërkombëtar të konfliktit. Pra, mos të harrojmë, në qoftë se kemi të bëjmë me disa vatra njëherësh, të cilat kanë potencial të madh të përshkallëzimit të konfliktit ndërkombëtar, atëherë as ne këtu nuk jemi të sigurt, as Evropa nuk është e sigurt dhe as Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të sigurta. Si do të ndikojnë gjithë këto zhvillime gjeopolitike tek ne në Kosovë? Në Kosovë mendoj që nuk ka shumë implikime në nivelin politik, por gjithsesi pasojat e kësaj lufte veç se jemi duke i ndjerë, jam i sigurt që do ta kemi një Po e ndjejmë më shumë në anën financiare. Ekonomike, po jam i sigurt që do ta kemi një periudhë vështirë të rritjes së çmimeve dhe që pasohet pastaj me një valë të inflacioni. E njëjta gjë siç na kishte ndodhur me luftën në Ukrainë. Eksakt. Pra, do të përballemi edhe një herë aq më tepër kur kemi parasysh kapacitetet energjetike të Iranit, kur kemi parasysh rëndësinë që ka ngushtica e Hormuzit sa i përket tregtisë ndërkombëtare të energjisë dhe mbi këtë bazë ne sot jemi duke i vuajtur pasojat imediate me rritjen e çmimit të derivateve edhe në Kosovë dhe kam frikë që po do të hymë në një periudhë të një vështirësie ekonomike me efekte disa mujore edhe në Kosovë që do të përkthehet në rritje të çmimeve të produkteve të tjera dhe në një inflacion të ri sërish, të cilin normalisht qeveria do të duhet ta trajtonte me seriozitetin maksimal të mundshëm.